Mirë mbrëma të nderuar shikues të televizionit 7, kemi nisur kështu edicionin e lajmeve të orës 19:30 përpara se të nisim me lajmet kryesore që kanë shënuar këtë ditë. Aktualisht është duke u zhvilluar ndeshja e kthimit e Kosovës përballë Islandës që po zhvillohet në Spanjë dhe në këtë moment në minutën e 71 të ndeshjes Kosova po kryeson këtë ndeshje me 2-1 dhe kësaj me fitoren e sotme apo me një barazim të mundshëm, ajo mund të klasifikohet për ligën B të kombeve. Ndërkaq tani do të kalojmë tek lajmet e ditës. Paralajmërimi për rritjen e çmimit të energjisë elektrike po vazhdon të nxjisë reagime. Këtë të diel përmes një konferencë për media reaguan Partia Demokratike e Kosovës. Deputeti i zgjedhur i kësaj partie Ferhat Shala tha se me shtrenjtimin e rrymës do të dëmtohen rënd qytetarët dhe bizneset në vend. Për 15% energjia elektrike po pritet të shtrejtohet edhe në vitin 2025. Për një paralajmërim të tillë gjatë dielës reagim patën nga Partia Demokratike e Kosovës. Deputeti i zgjedhur Ferhat Shala tha se një vendim i tillë do të dëmtojë rënd qytetarët dhe bizneset në vend. Duke fshehur pas terminologjisë liberalizimit të tregut, ajo po e shtyn një skenar të rrezikshëm që rëndon mbi familjet dhe ekonominë e vendit. Faktet janë të qarta. Familjet kosovare po përballen me rritjen e faturave të energjisë, duke ndikuar drejt për drejt në përkeqësimin e mirëqenies së tyre. Bizneset detyrohen të hyjnë në tregun e paqëndrueshëm. Shala bëri të ditur se partia që e përfaqëson do të përdorë të gjitha mjetet ligjore për ta kundërshtuar këtë vendim. Prandaj Partia Demokratike do të përdorë gjitha mjetet institucionale dhe ligjore për të kundërshtuar këtë vendim të padrejtë, përfshirë kontestimin e instanca gjyqësore e deri në nivel kushtetues. Në 5 vjetët e fundit, Shala potencoi se qytetarët e Kosovës janë përballur disa herë me shtrejtimin e çmimit të energjisë elektrike. Kjo rritje do të reflektojë edhe një inflacion të lartë me theks të veçantë në prodhimin vendor. Për Kosovën, ku tregu energjetik ka qenë shpesh subjekt i manipulimeve dhe skandaleve, ky hap është i rrezikshëm dhe i papërgjegjshëm. Sipas Shalës, qeveria aktuale duhet të ndalojë menjëherë këtë politikë të dëmshme dhe të ndërmerren hapa konkret për mbrojtjen e konsumatorëve. Jo për çmimin, po për çështjen e liberalizimit të tregut të rrymës, bizneset janë adresuar avokatit të popullit duke i kërkuar që t'i drejtohet kushtetuesës për ta pezulluar vendimin e zërejës. Vendimi për liberalizim të tregut të energjisë nuk ju pëlqeu. Kështu, Oda Ekonomike e Kosovës përmes një kërkesi është drejtuar avokatit të popullit duke kërkuar pezullimin e vendimit të ZRE-s të paktën një vit. Nga ky institucion po thonë se një vendim i tillë do të ketë një ndikim të drejtë për drejtë në rritjen e kostos së prodhimit apo shërbimit. Kjo kërkesë vjen me qëllim mbrojtjen e bizneseve nga rritja e mundshme e çmimit të energjisë elektrike, e cila do të ketë një ndikim të drejtë për drejtë në rritjen e kostos së prodhimit apo shërbimit. Një rritje e tillë do të ndikonte negativisht në konkurrueshmërinë e bizneseve në tregun e brendshëm dhe atë të jashtëm, duke ulur gjithashtu standardin jetësor të qytetarëve. Megjithatë, kjo kërkesë po konsiderohet e paarsyeshme nga kryetari i bordit të zyrës së rregullatorit të energjisë, Ymer Fejzullahu. Në emisionin Euro në të 7 të shtunën ajo shprehur se kriteret ligjore i ndryshon vetëm Kuvendi i Kosovës. Edhe me desh me ndryshu këtë kriter nuk mund ta ndryshojmë. Meqense se është kriter ligjor. ZRE-ja nuk e ka atë kompetencë. Duhet me shku në kuvend. Kjo është vetëm mundësi është përmes kuvendit mund ndryshuar nën ku ka përcaktuar këto dy kritere. Zyra e rregullatorit për energji njoftoi gjithashtu së fundi se ka propozuar shtrejtimin e çmimit të energjisë elektrike për konsumatorët për rreth 15% muajin e ardhshëm. Sipas Fejzullahut, për këtë kishte dy opsione, ose rritje të tarifave ose reduktim të energjisë elektrike. Kjo diferencë e çmimeve na detyron që me reflektu kostën apo në një situatë më të keqe ne mes reduktimit të energjisë elektrike konsiderojmë që është e domosdoshme, më mirë është për konsumatorë, sidomos edhe për bizneset, që të importojmë edhe me 150 euro ose 200 euro se sa reduktimi i energjisë elektrike. Me vendimin e ri të ZRE-s, rreth 1000 biznese do të duhet të sigurojnë furnizim me energji elektrike përmes tregut të hapur. E një vendim po pritet për të sqaruar se ku duhet t'i paguajnë veturinat qytetarët e Prishtinës. Derisa kjo t'jetë e qartë, komuna e ndërmarrja pastrimi po bëhen thirrje të ndryshme. Punën nuk po e ndalin.
Këta punëtor të kompanisë pastrimi po kujdesen që rajoni Prishtinës të jetë i pastërt. E me që puna tyre varet nga pagesat që qytetarët i bëjnë, kryeshefi Petret Reqica ka kërkuar nga qytetarët që të kryejnë këtë obligim në mënyrë që funksionalizimi të jetë normal. Shërbimin është e vetmja kompani që po e kryjmë shërbimin është ndërmarrja pastrimi dhe normalisht shërbimi do të paguhet pikërisht tek ne. Këto e përcakton decidivisht edhe rregulloria, ku thotë që faturimi dhe inkasimi bëhet direkt nga ndërmarrja pastrimi, jo vetëm për qytetarët, po kjo gjë vlen edhe për bizneset. Por një thirrje krejt tjetër ka Bekem Brestovci, drejtori i Drejtorisë së Shërbimeve Publike në komunën e Prishtinës. Ju kemi drejtuar edhe përmes thirrjes publike qytetarëve të kryeshtetit që ata për vitin 2025 të vazhdojnë me pagesën e tarifave për mbeturinat drejt për së drejtin në komunë. E këtë thirrje të Brestovcit, kryeshefi Reqica e quajti shkelje të ligjet. Nuk ka bazë ligjore këto që apo e thot komuna, ne si ndërmarrje kemi kërku çastin dokumente publike sepse nuk na është dhënë asnjëherë vendim ose në çfarë forme është pezulluar ajo farë rregullore dhe nga ana e komunës jemi njoftuar që nuk ekziston asnjë vendim që e pezullon dhe derisa nuk ekziston asnjë vendim që e pezullon, kjo është një komunikim zyrtar që kemi marrë nga komuna e Prishtinës, atëherë me çfarë baze janë duke bënë një gjë të tillë. Por kjo është kundër përgjigjja që komuna ja bëri atij. Natyrisht, sipas dispozitave ligjore, në momentin kur një kontekst administrativ që ka të bëjë me një akt nënligjor, siç është në këtë rast rregulloria për menaxhimin e mbeturinave, adresohet në gjykatën kushtetuese, me automatizëm konsiderohet vendim i pezulluar deri në një vendimarrje nga gjykata kushtetuese. Nga komuna e Prishtinës bën të ditur se qytetarët nuk kanë nevojë të paguajnë dy herë. Mjafton ta kenë flet pagesën e pastaj do të ndodhë rimbursimi tek njëra tjetra. Kurse qartësi rreth një projekti ka sjellë raporti i auditorit. Është fjala për hekurudhën Hani Elezit Leshaj. Sipas të gjeturave nga ZKA, puna është realizuar vetëm 60% në fazën 1, 32% në fazën 2, ndërsa faza 3 nuk ka ende një projekt të dizajnuar. U tha se do të përfundonte në vitin 2019. Por edhe pas 6 viteve projekti për funksionalizimin e linjës hekurudhore Hani Elezit Leshak nuk është as përse afërti të realizohet. Madje me ritmin e deritanishëm të punimeve finalizimi i saj mbetet shumë larg. Kjo është konstatuar përmes një raporti të publikuar së fundi nga zyra kombëtare e auditimit. Nga të gjeturat është evidentuar se realizimi i punëve është 60% për fazën e parë, 32% për fazën e dytë, ndërsa për fazën e tretë nuk ka ende as projekt të dizajnuar. Këtë kjo situatë sipas auditorit ka ardhur si pasojë e mungesës së ekspertëve adekuat, si dhe pamjaftueshmërisë në angazhim dhe vendimarrje nga palët përgjithëse. Një tjetër e gjetur në raport thekson se vonesat janë shkaktuar edhe nga ndryshimet e shpeshta të bordit të drejtorëve dhe kryeshefave ekzekutiv. Ndërkohë, kosto jashtesë dhe provizionale të shkaktuara janë 30 milion euro, prej të cilave rreth 28 milion janë prej ndryshimeve nga kontratat bazë dhe pjesa tjetër janë kosto të ndërlidhura me projekt. Sipas auditorit, asnjë proces i ndërlidhur me këtë projekt nuk ishte i bazuar në nevoja reale, as kontratat për dizajn, as ato për asistencë teknike dhe as ato për kryerje të punëve e as për mbikëqyrje. Në raport theksohet se metoda e përdorur për kontraktim nuk ishte e duhur, pasi që për projekte kaq komplekse preferohen metoda që lejojnë fleksibilitet në dizajn. Të gjeturat përmendin po ashtu se deri me tani janë nxjerrë 27 urdhër ndryshime me kosto shtesë dhe provisionale. Rreth 28 milion euro apo 21% më të larta se kontratat fillestare, por që kanë marrë edhe kushtesë sepse procedurat e përdorur kanë kërkuar që dizajnin të hartë një kompani tjetër e punimet një kompani tjetër. Me vonesa ishin përcjell edhe proceset e vlerësimit, ku nga njoftimi për kontratë e deri te nënshkrimi kishin marrë kohë rreth 2 vite. Infrakos me një njoftim në autoritetin rregullativ të hekurudhave ka mbyllur qarkullimin për udhëtar në linjën Fushkosov-Hani Elezit që nga viti 2020. E shumë punë për gjysmë i mbetën ministrave të qeverisë Kurti, e cila zyrtarisht përfundoi mandatin tje. Për 4 vitet e saj, vërejtje e kritika ka pasur vazhdimisht, derisa në përmbyllje të mandatit po vlerësohet se ish qeveria mbeti larg arritjes së zotimeve. Premtime dha shumë, por pak prej tyre arriti t'i realizoj.
kur të shtunën e 22 marsit I përfundoi edhe zyrtarisht mandati, për 4 vjet në pushtet qeveria Kurti po kritikohet se nuk I ka përmbushur as për së afërmi objektivat e paraqitura në programin qeverisës 2021-2025. Progres minimal ekzekutivi po vlerësohet se ka pasur në fushën e arsimit, ekonomisë, infrastrukturës, drejtësisë dhe diplomacisë. Kemi në shëndetësi, ku ende kemi ligjin për sigurime shëndetësore, pastaj përndimet me drejtësi 10 ligje që I ka kthyer gjykata kushtetuese. Natyrisht sfidat tjera kanë qenë edhe diplomacia, ku Kosova përveç që s'ka marrë asnjë njohje të re, nuk është anëtarësuar asnjë organizatë ndërkombëtare. Sipas politologut Armnor Sadiku, kryeministri Albin Kurti e ka fokusuar vëmendjen kryesisht te dialogu me Serbinë, duke lënë anash çështjet e brendshme. Vërtet qendra mesatare që fokusi më I madh është lënë tek dialogu dhe ndërsa apo s'ka pasur ndonjë sukses të prekshëm, dhe ditën kur kemi pasur letimi dështim në pjesën e projekteve vitale që natyrisht janë shumë të rëndësishme për mirëqenie sociale që I ka pasur domon premtime elektorale. Sipas Sadikut, qeveria e re duhet I kushtoj më shumë vëmendje zhvillimeve gjeopolitike, sidomos pas rikthimit të presidentit Donald Trump në shtëpinë e bardhë. Pika e parë duhet ishte, si më thonën, ajo ndrejtja e raporteve me administratën e Shërbas, dhe natyrisht me vendit kryesorit BE-s për Franca dhe Gjermania, dhe pas kësaj sigurisht të merret me çështjet e rëndësishme që janë për qytetarët, siç janë le të themi riformatizimin e qeverisë. Përveç performancës së dobët në qeverisje, qeveria Kurti është akuzuar se ka përkëtsuar edhe gjendjen e lirisë së medjave. Gjatë mandatit të saj, partia në pushtet ka mbajtur një qasje konfrontuese ndaj gazetarëve dhe mediave kritike, duke I cilësuar shpesh si të njanshme apo të motivuara politikisht. E jo pse I përfundoi mandati, por për shkak të dyshimeve për keqpërdorime, Bahri Rexha nuk do të jetë më arkëtar në Bashkësinë Islame të Kosovës Dega Prishtinë. Madje nga Biku në kryeqytet po kërkojnë veprime ligjore kundër tij. Këshilli I Bashkësisë Islame të Prishtinës këtë të diel mbajti një konferencë për media. Përmes tyre ata reaguan rreth dyshimeve se e-sharkëtari Bahri Rexha ka përvetësuar rreth 166.000 euro. Kështu kryetari I KBI-s në Prishtinë, Bahri Sejdiu, ka kërkuar nga organet e rendit që kjo çështje të trajtohet me seriozitet. Theksojmë se pretendimet e tij janë të pabazuara dhe nuk mbështeten në fakte apo prova konkrete. Ne si përfaqësues të Këshillit Bashkësisë Islame të Prishtinës sigurojmë të gjithë besimtarët se Këshilli dhe të gjitha organet e tij veprojnë në përputhje të plotë me ligjin dhe standardet më të larta të transparencës dhe llogaridhënies. Ai tha se Rexha po tenton ta cënojë imazhin dhe integritetin e këtij institucioni. Për shkak të dyshimeve të bazuara për shkelje ligjore nga ana e sharkatarit Rexha, Këshilli I Bashkësisë Islame të Prishtinës ka ndërmarrë hapat procedurale. Padinë civile për kompensimin e dëmit të shkaktuar nga veprimet e dyshuara të ish-arkatarit Bahri Rexha, bazuar në provat përkatëse, si dhe kallëzim penal pranë prokurorisë për veprat penale të dyshuara që kanë rezultuar nga veprimet e tij. Në anën tjetër, avokati Florem Shevçeti ka deklaruar se nuk ka prova për keqpërdorim nga Këshilli I Bikut në Prishtinë. Këshilli ka kërkuar ne vetëm si përfaqësues të jemi të qartë që të bëhet auditim edhe më I gjerë, sepse tash është vlerësuar ose ka prova për shkeljet apo veprat penale dyshuara për ato që janë vënë kallëzime penale. E po ashtu është në paraprakesh që I njëjtit nga aspekti financiar nuk ka punuar me sistem online të deklarimeve në administrata timore. Ne kemi kërkuar që të ketë një kërkesë hetimore nga krimet ekonomike të autorizuar nga prokuroria. Nga viti 2020 deri në 2022, paratë e Bikut dyshohet janë tërhequr nga arka pambulesë e përmes llogarive bankare kanë shkuar në llogari të ndryshme. Për dallim nga zotriu që dyshohet për keqpërdorimet të paras në institucionin e Bikut, një mërgjimtar nga Zvicra mda para të vetat për një objekt të rëndësisë së veçantë. Për parim Gjokaj financioi lapidarin që mban emrat e dëshmorëve dhe martirëve në Skivjan të Gjakovës. Në të janë gdhendur imazhet e 23 personave që luftuan
e u vranë në luftën e fundit në Kosovë. Historinë e luftës që bart fshati i tij vendosi ta jetësoj përjetësisht. Kështu mërgjimtari nga Zvicra përbarem Gjokaj financoi këtë lapidar që mban emrat e dëshmorëve dhe marterëve në Skivjan të Gjakovës. Në të janë gdhendur imazhet e 23 personave që luftuan e u vranë në luftën e fundit në Kosovë. Gjokaj tha se me jetësimin e këtij projekti e realizoi një ëndër të kamotshme që kishte. Këtë lapidar e kum pos ëndër për të realizuar për këta burra, për këta njerëz të mëdhaj, të cilët disa prej tyre kemi edhe familjar. Na jashtë jetojmë me ëndrën për këtë vend. Flajmë tu e pa ëndër vendlindje. Këta njerëz e kanë dhënë jetën për këtë vend, e mjetet financiare për mu nuk janë asgjë. Ai tregoi se mendimin e familjes e shoqërisë të cilët i ndihmuan me mjete financiare, ky vend është kthyer në një pikë turistike të fshatit. Totalisht do të thotë në 3 etapat mbi 50.000 euro. Në 50.000 ishin bojnë pjesë familjar, njerëz të mi, shok të mi, edhe disa familjar të këtyne burra këtu që janë mbas nesh, edhe komunja e cila na ka përkrahur në fund në finalizimin e kësaj pllakës, i cili jo mirënjohës gjatë gjithë jetës. Gjokaj bëri të ditur se diaspora fshatit Skivjan ka investuar hiç me pak se 200.000 euro në vendlindjen e tyre. E për gjithë këtë investim dhe atë dhe dashuri, ai merita t'ia lë babait të tij. Dashurinë për atë e kam prej babait tim, për njerëzve tonë, i na kon familje e madhe, ne na quajmë familja Gjokaj, shtëpia së drejtorit Gjokit. Kanë qenë gjithmonë të kyçur në patriotizëm, kanë dhënë kontribut në çështjen kombëtare. Unë jam rrit me ato ondra, me ato vlera të familjes, edhe kështu do të vazhdoj, edhe do t'ia vlodh fëmijëve amanet. Falenderues për gjithë këtë kontribut janë edhe bashkëfshatarët e tyre. E kemi bon përmenduar, ne kemi bon varrezat, e kemi bon të gjitha shka është nevojshme për varrezat të reja. Kontribut jashtëzakonisht madh kanë dhënë edhe për përmenduar në këto që gjendet në qendër të Skivjanit, i kanë dhënë dikon 200.000 euro. Mërgjimtarët e këtij fshati së fundmi janë duke bërë plan që ta rregullojnë edhe një urë e cila do të lehtësonte lëvizjen në këtë vend. Jo shumë larg Gjakovës në Dolc të Klinës, 2 persona janë arrestuar të dielën pas të shtënave me armë zjarri. Në vendin e ngjarjes janë gjetur gëzhoja armësh dhe më pas është realizuar bastisje dhe 2 persona janë arrestuar. Zëdhënësi prokurorisë në Peshko Dranik që i ka thënë se janë sekuestruar armë të ndryshme mbi 100 fishek dhe granatore. Gjatë bastisjes janë sekuestruar armë të ndryshme të llojit A47 mbi 100 fishek dhe granatore. 2 persona janë ndaluar për 48 orë me urdhër të prokurorit të shtetit, njëri për veprat penale përdorimi armës apo mjetit të rrezikshëm dhe mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve dhe i dyshuari tjetër për veprën penale mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, ka thënë Ikshi. Vjojmë edicionin me lajme të tjera. Këtë të diel janë bërë 3 vite nga vdekja ish sekretarës amerikane të shtetit Madeleine Albright. Ajo kishte një rol vendimtar në vendimin e NATO-s për të nisur bombardimin e forcave ushtarako-policore serbe, e po ashtu ka luajtur një rol jetik në procesin e çlirimit Kosovës. Ish sekretarja kishte vizituar Kosovën pas çlirimit duke zbarkuar në Prishtinë me 29 korrik të vitit 1999. Gjatë kësaj vizite, i kishte bërë thirrje serbëve që të mos largohen nga Kosova, por të ndihmojnë në krijimin e një shoqërie multietnike. Ajo ishte njëra nga mikët më të mëdha të Kosovës. Këtë të diel ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë ka përkujtuar ish sekretaren e shtetit në 3 vjetorin e vdekjes. Në përkujtim, ambasada amerikane përmendi lidershipin e saj të guximshëm në lidhje me Ballkanin dhe specifikisht Kosovën. Jeta e Madeleine Albright ishte personifikimi i ëndrrës amerikane dhe lidershipi i saj i guximshëm në Ballkan shpëtoi jetë të panumërta. Progresi i Kosovës është një homazh i vazhdueshëm ndaj trashëgimisë së saj, thuhet në postimin e ambasadës amerikane në platformën X. E me këtë lajm po e mbyllim edhe këtë edicion informativ të kësaj të diele. Ju kujtoj që gjatë gjithë kohës keni Gazetën Ekspres për t'u informuar. Faleminderit që na ndoqët, mirë mbeçi.